Për shembull edhe marrja e Andrewt në ditëlindjen e tij 66 nga shtëpia ku ai ishte i vendosur në atë moment, ishte bërë siç thuhet pa dieninë e mbretit vet. Kështu që kjo tregon edhe një herë që edhe ligji apo edhe forcat institucionet britanike kanë tentuar që ta mbajnë sa më larg familjes mbretërore këtë lajm apo këtë aksion që ato po ndërmarrin, këtë investigim. Por mado mendja që për te jetës publike apo për te jetës mediatike, sigurisht kjo duhet të jetë diçka që edhe mbreti vet apo antar të tjerë që janë pranë tij duhet ta kenë ditur me kohë. Ajo që diskutohet shumë është se si ka mundësi që edhe forcat sekrete si MI6 e të tjera e kanë lejuar që të ndodhin kaq shumë gjëra, duke qenë se ka kaq shumë njerëz që dinë informacione të shumta që po dalin ditë pas dite në media. Po, përsa i përket qeverisë, Keir Starmer, kryeministri apo edhe opozita, si po e komentojnë këtë ngjarje? Unë kam parë jo shumë deklarata nga opozita në përgjithësi, ndoshta nuk i kam parë unë dhe mund të ketë pasur, por atë që dua të them është që vitet për të cilat Andrew po investigohet, paçka se duket sikur gjithë jeta e tij ka qenë një problematikë shumë e madhe, por vitet kryesisht që po investigohet aktualisht janë vitet 2000 deri në 2010-2012. Dhe kjo është sërish në kohën kur laboristët kanë qenë në pushtet në Britaninë e Madhe. Jo më kot përmenda Tony Blair e gjithashtu dhe Gordon Brown kanë qenë kryeministrat kohës. Dhe gjithashtu në dosjen Epstein ka pasur dhe përfshirje të atij që shumë vonë ka qenë ambasador apo i dërguar me punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Partia Laboriste sërish, dhe kjo e vendos kryeministrin aktual Britanisë në një situatë shumë të vështirë sepse sërish shkojmë tek pjesa që a dieshin këto informacione për aktivitetet e tyre shqetësimi që mund të ketë të përfshirë dhe emra të tjerë zyrtar të lartë britanik duke përshkallëzuar edhe më tej krizën? Diçka që po flitet shumë këto ditë të fundit është që arrestimi, fakti që në Britani është arrestuar ish princi i monarkisë, tregon që në ditët në vijim apo në muajt në vijim nëse do ketë emra të tjerë, me patjetër që do i hapet rruga arrestimeve të tjera edhe investigimeve të tjera. Dhe unë gjykoj që mund të ketë edhe emra të tjerë që ndoshta deri tashmë nuk kanë dalur, por nga familja mbretërore? Edhe nëse do ketë. Apo edhe nga familja mbretërore nuk besoj. Mendoj që Andrew të paktën ashtu siç është diskutuar, duket sikur Andrew ka vepruar i vetëm në gjithë këtë jetën e tij, por kur vjen puna tek politikanë të ndryshëm, sigurisht ka shumë gjëra që Andrew i ka bërë, të cilat nuk mundeshin kurse si të bëheshin pa ndihmën e dikujt tjetër, ose nuk mundeshin kurse si që të ndodhnin nëse nuk do kishte informacion qoftë nga ministra të tjerë apo nga instanca të tjera. Edhe informacionet sekrete të cilet ai i ka shkëmbyer apo i ka nxjerrë që nuk duhet i nxjerrte, sigurisht që duhet të ketë instanca tjera shtetërore që duhet të qenë përfshira, por për momentin nuk ka përmendje të këtyre gjërave dhe duhet thënë që edhe pse është një çështje shumë e rëndë, Britania e Madhe deri diku po jep një shembull se si ligjvënia edhe se si investigimet, se si edhe figura shumë të larta, edhe pse mund dëmtojnë imazhin e vendit, po shkojnë atje ku duhet shkojnë në investigime, ndoshta edhe në arrestime etj. Daniel, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit gjithmonë kënaqësi. Faleminderit.